Një pasdite e qetë vere u kthye në dram në liçenin e Vikos, një nga zonat më piktoreske vulkanike në rajonin e Tuskjas, në Itali. Prej disa orësh vijojnë kërkimet për gjetjen e Luigi Cavaliari, bashkëshortit të ministres italiane Eugenia Rochella. Sipas informacioneve paraprake, Cavaliari 84 vjeç ishte në një vark me bashkëshorten e tij kur u hodh në ujë për të notuar, por papritur nuk u pa më të dilte në sipërfaqe. Ishte vetë ministria ajo që dha alarmin dhe njoftoi autoritetet. Menjëherë në zonë nisën operacionet e kërkimit. Në vend ngjarje kanë ndërhyrë zhytësit e zjarfikësve, ndërsa gjatë natës kërkimet kanë vijuar edhe me mjete të specializuara, përfshirë një robot në ujor me telekomandim. Për gjetjen e tij janë angazhuar ekipe zhytësish nga Roma, Napoli dhe Firenze, të pajisur me mjete për kërkime në ujëra me shikueshmëri të ulët. Autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkaqet e zhdukjes së tij. Operacioni paraqitet i vështirë pasi liçeni i Vikos ka një thellësi që arrin deri në 50 metra dhe kushte të ndërlikuara në fundin e tij. Luigi Cavaliari është i njohur edhe për karrierën e tij akademike. Ai është profesor në Universitetin Gabriel D'Annunzio dhe studiues në fushën e teknologjisë së arkitekturës. Ai dhe ministria Rochella janë të martuar prej dekadash dhe kanë 2 fëmijë.